A duhet punu ma shumë për me zëvendësu ato që janë në bank rezervë. Më thonë jam punu për bank rezervë, tek tani në fush. Po, qështu ka thonë. Një informacion e kam. E spekulim? Një informacion e kam, po nuk e di burimi që ma ka thonë është figurë publike. Fisar, folin pak për Etnik Brutin, kuptohet javën kaluar më bo viral që zgjedhë Shqipnin, tash u bua pet viral edhe lajm që ken Pankin tribuna 2 loj. Që është situatën, a s'ke përgatitun apo ke herët për to? Selveni deklaroi që ai duhet punu ma shumë për me zëvendësu ato që janë në bank rezervë. Më thonë jam punu për bank rezervë, tek tani në fush. Po, qështu ka thonë. Ta është Etniki ka pasur edhe presion mediatik, u bo shumë e modhe lajme që ka vendosur me lidhë për Shqipnin. Edhe besoj që të lajme ndikojnë shumë të lejtarët. Kum pas informacione që edhe te Malisheva nuk ka mujtë me përfundu stërvitjet për shkak të presionit. Po thuash për shkak të moshës së re që u ndiku? Për shkak të moshës së re, normal. Apo nuk është gatshëm që më ju qas mesazheve negative këtë kësaj jehone. Me thonë drejtën, mesazhe negative ka pas shumë. Po. Ke pa edhe në fakt që çfarë mesazhe edhe normal. Ajo është e ri edhe ka ndiku pak taj. Për sa, çam mendon për sa muja, për sa vjet mendon që mund me kon startues? Në sfusha Shqipërisë nuk ka çaq standard që më thonë nuk ndrojmë, për shembull, dje pam që ndrojmë standard, tash varet këtë edhe çfarë mendimi merr për të ardhmen e tij, në cilën klub ka me shku, çfarë minutazhe ka me pas. A mendon ala që ka qenë arsyeja që ka shkuar në Shqipëri që më shku në një klub tjetër apo? Ndoshta mund të qenë edhe ajo, arsyeja kryesore. Unë mendoj që me sfushë që ka Shqipëria, ky për ndoshta ajo që cikël domosdoshmë me startu, për ciklin për Europian 2028 unë më nxovan. Ramadani, Aslani, Bajrami, po shihet që janë ka pak zëvendësueshëm sepse Bajrami luan pak përpara. E pam që luajti Pajaziti, luajti me Dëmbërisha, kështu që ata janë në nivel domosdoshmë më i lartë se Bruti, kështu që unë më prit që me pas një farë revolucioni, sidomos ky që është në mesfëshor Fanzev, kuptohet Majtak, që nuk ka shumë mesfëshor në qendër Shqipëria Majtak. Kështu që po japim kohën ashtu, na ka nevojë pak më u harru që kjo tema e tij. Besoj që ka nevojë shumë u harru këtë temë. Edhe ama puna është çu harro tema, vetëm se del dikur tjetër sa për Shqipërinë. A ka ndaj një informacion e kam. E spekulim? Një informacion e kam, po nuk e di burimi që ma ka thonë është figurë publike, po nuk ma ka thonë dritën e gjellë për me njoftu publikun. Janë dy mënyra që është marru tema e Brutit, ose me tash që kryen kombëtarët e nisin prapë ekipet, ose dikush tjetër më bëu sikur ka bëu kjo. Dikush tjetër është në bisedime me Shqipërinë. I Kosovës. I Kosovës. Që ka luajtur për në i gjenerat U20 Po ka luajtur. Më thonë, apet më bëu tema e njëjtë. Apet ka më bëu tema e njëjtë. Ta është normal se ç'a ndodh nuk e di. Ç'a mendoni ju? Sa kohë i vyn Brutit me luajtur për Shqipërinë, mos themi gjithmonë standard, paktën rezervë edhe me pas më shumë ndikim, më shumë minuta te jo skuar anglisë kundër Andorrës, Armenisë, Andorrës. Andorrës. Që nuk luajti hiç. Çojmë.